Ibrahim ibn Adham po kalon pra një njeriu I cili po fliste gjëra të cilët nuk I përkisnin, nuk ishin puna e tij. Ibrahim ibn Adham vëllezër u ndal po e pyet dy pyetje, edhe pyetje shumë e rëndësishme. Tha nga këto fjalë që po I flet, që ishin fjalë që nuk e përkisnin, nuk ishin çështjet e tij, gjëra domethënë të kota, që fatkeqësisht shumë njerëz merren me fjalë të kota. Ka thon filani, s'ka thon filani, ka bo filani, s'ka bo filani, e kështu me radhë. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër ka thon min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pra islamit të mirë të njeriu, domethënë praktikës së mirë të islamit të njeriu, është ta lejë atë që nuk I përket. Edhe Ibrahim ibn Adham, të kthehemi tek ngjarja e Ibrahim ibn Adham shkurt, po I thot, nga kjo që po flet, a shpreson shpërblim? Tha jo. A je I sigurt nga dënimi? Tha jo. Atëherë I tha, çka po bën me fjalë për të cilët nuk shpreson shpërblim dhe ke frikë nga dënimi, që të dënohesh për to. Nuk je I sigurt se nuk ke me u dënu. Kështu që mos u merr me çështje të cilat nuk të përkasin. Kështu je I sigurt. Je I sigurt nga dënimi dhe kur merresh me çështjet e tua, me veprat e mira, atëherë ke të drejtë me shpresu në shpërblim. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح